Gjesti kthehet në fshatin e tij në Pavlan, dalin pamjet e para të tij brenda shtëpisë. Pas triumfit në edicionin e 4 të Big Brother VIP si dhe në shkrimet e shekut për 100.000 eurosh, këngëtari i Gjesti është kthyer në vendlindjen e tij në fshatrin Pavlan të Pejës. Pasi u shpall fituesi i spektaklit, Gjesti e kishte thënë edhe në ditën e fundit se e ka marrë shumë malli për fshatin e lindjes, pasi ka më shumë se 8 muaj që nuk shkel aty. Duket se Gjesti ka bërë realitet premtimin e bërë, teksta pas daljes një ditë ka qëndruar në Tiranë ku ka marrë veten, por edhe shpar në klabet e Tiranës për krah Iglit. Dyshe duket se kanë biseduar dhe kanë vendosur të japin një shans njëri tjetrit, ndërsa pas kësaj Gjesti ka marrë rrugën drejt Kosovës. Fituesi Big Brother është pritur shumë ngrohtësisht nga familjarë, miq, por edhe bashkëfshatarë të tij që e kanë përkrahur fort këtë edicion. Kanë qenë portalet në Kosovë që kanë siguruar pamjet e para nga shtëpia e artistit, ndërsa shihet i rrethuar nga familjarët e tij, duke ngrënë edhe ushqime tradicionale. Pavlan me nubin ton Gjesti shkruhet në foton në shpërndar, teksa pritet që dhe Gjesti të reagojë nga shtëpia. Ajo që është vënë re janë edhe deklaratat e tij se është rritur në një familje tepër të thjeshtë, që duket edhe nga fotoja në fjalë. Ai ka thënë se është më krenar që do të mund të ndihmoj familjen e tij që të ketë një jetë më të mirë pas vështirësive që kanë hasur në rritjen e fëmijëve. Teksa këngëtari pritet që edhe me projekte të reja muzikore të jetë për krafancave, ndërkohë që një lajm tepër i bukur e i madh për të është edhe në shkrimi me Top Channel, ashtu si dhe Luizelli për një vit në menaxhimin e Top Channel-it. Duket se lajmet për të vetëm sa vinë e bëjnë më pozitive, teksa shumë shpejt ka premtuar se do ta shohin edhe në koncerte.